Kanë qenë disa, jo që mi o ardhë keq kështu që ki dështu diçka, po në kuptimin që s'kanë mujt me arrit me kuptue. Që shumë mirë I kuptoj, se vërtet pyetja është a kemi me kuptu ndonjëherë pse dikush e sakrifikon, si me thonë, familjen biologjike, por mi u kushtue diçka tjetër në këtë rast popullit, sepse është diçka dhe mistike. Kuptoj. Prindrit a kanë tentu t'ju njoftojnë me dikant? Jo, me thënë drejtën, jo... Apo nuk kanë tentu këtë pjesë? Nuk kanë tentu, sepse rrethi jonë, me gjithë aty në Kabash ku kom jetu une, kanë qenë pak, hajtë po thejmë kështu, demokrate. Nuk kanë imponu që me thonë, këto në dush me marë. Ndaj vajzave në kohën, sa im kanë I ri, aty këtu ka pas ndo një rast, por me gjithë ata, nëse personi në këtë rast, edhe vajza jo vetë në djali, ka thonë, me gjithë ata po du më martu me dikan, nuk është që kanë bon shumë presion, kuptohet që e kanë pyet, për me ditë se qka teksi, por me gjithë ato nuk ka pas ndo një kështu trysnit madhe, tentim, as të une. Është po lem me ty dhe me thonë, a ke dashurun ndo njëherë? Po, që më kanë pëlqy, sigurisht... Dashuri po flasim? Jo, kështu mbash me ecë, si të thush me një vajzë, jo, asë njëherë s'kom ecë, që me thonë... Po mund dashurosh edhe... Mund dashuru, po, pa I dita ai person. Po, edhe ndodhë edhe kjo? Mund me ndodhë, pa tjetër, por jo që kom shku matutje. Kuptimin ato fantazit rinore që janë, po që I kom marë, si diçka... Si kemi nga gjunë djenja këto? Por lutja edhe, çështja është e kanalizimit emocioneve. Në këtë rast, nëse je kandidat për preft, mundet me ndodhë që mu dashuru me një vajzë. Që është normale, besoj. Po, edhe tek ne edhe konsiderohet normale. Vetëm si çështja është ashti me kalim e kohës vetë personi me shqyrtue për çka je, edhe a je akoma në atë vendimin që e ke marrë. Po, këtu vetë tash varet pej personit si e vendos. Nëse e vendos që me gjitha ta unë du mi shërbyje, se gjatë kohës që për shembull kisha shku, sikur që bajnë zakonisht, me dal, me ecë dikun, me shku, me vizitu në kino, ose ku dikun, unë ju marrë me libra. Ju marrë, ose kom dihmu dvarshnëve, ose kom shku me vizitu një cmut. Ose jëmë përgadit për provime. Dhe më thonë, ajo energjia ka shku në tjetër nanë, si me thonë, u theksu ma shumë ajana intelektuale, ose arsimore, edukative, por edhe praktike në shërbim të komunitetit. Dhe më thonë, mbesin ato pyetjet personale, sigurisht, I analizoj, I shqyrtoj, po me gjitha ato vendimin pastaj e marë të analizua edhe këtë pjesën tjetër për të ardhmen, si të thëjsh. A ju ka ndonë ndo njëherë me mendu po, si kur të isha edhe prind? Po. A e ke ndjenë ndo njëherë këtë pjesë? Shumë e rëndësishme? Si ide, si ndjesi, si ne vim prej një familje, babe, none, edhe vllazëneve, motrave, edhe kem ato biologjike që është pjesë e formimit ton, edhe të vjen, por prap se prap, ai vendimi kuj du mi adhuru zemrën, kjo është një vendim mjaft intim, mjaft I thellë, edhe prandaj ekzistojnë këto vitet e formimit, që personi me mujt me liri me vendos. Se është një përgjithësi e madhe, do me thonë, 2 vite filozofi, 4 teologji, do me thonë, janë 6 vite ku ti mundësh, edhe në momentin e fundit, me thonë, me gjitha ta nuk po vazhdoj tutje. Edhe është, me thonë, drejtën pranohet si gjanë që mund me ndodhë dhe ka ndodhë, që personi pak para se me vendos, po pritë, thot me gjitha ta, ka dhe kësi raste, por jatë të une, me gjitha ta kom vendos me shku tutje. A ka këthim vrapa këtë pjesë, po thoni që ka? Ka para se me vendos, sikur lloj martese është, martese, kuptimin, hajtë po them kështu, martese me kishën. Është ai vendimi që u shugurim, momenti kur I peshvi, kryesori I një shteti, që është Dioqeza, I vendos durët, edhe të lynë me vajnë e shenjtë, në durë, edhe ajo është moment solem, para këtë popullit, jep betimin, thu që ta shetut jenë du me shërbyje këti populli, edhe bëndë njërë këtë publike, edhe është si vull e pashlyshme, thëmë drejtën. Dhe më do ka këthim edhe për këtë pjesë? E ma vonë mundet me ndodhë që personi ka ndodhë,
që dikush me gjitha ta thot nuk po mujnë dhe ma. Po pastaj është një farë procedure që du të me marrë leje prej Vatikanit, që me të liru... Nuk mundesh me dojë qatë letë? Ja, nuk mundesh. Du të një farë kohë ko gja shumë për më ta thonë lejen mu martu pastaj. Okej. Nëse ke vendos kuptimin mu martu. Sepse kjo është një betim para Zotit, e du të, nëse personi vjen në përfundim që me gjitha tonë nuk po mundet, atëherë du të prap një leje tjetër me të liru prej ati betimi që e ki bo, për me bo këtë betimin tjetër. Qa ju mësoj kjo rrugë? Duke qenë prep? Ka mësu shumë. Qa ka mësu? Njeri është jo i përsosun, po njeri ka edhe të mira. Do me thanë, më ka mësu që lumturia mundet mu përjetu në papërsusmëri. Mundesh me qenë i gëzushëm, i hareshëm, edhe ku nuk i ke gjitha. Edhe më ka mësu që nuk është keq mi përjetu kufit e tu. Kaq mundem, kaq s'mundem. E di që kjo është e dhimbshme nga njëherë. Sidomos ajo çështja si ta ndryshoj tjetrin. Nuk mundemi na tjertë me ndryshue. Na mund vetën me ndryshue. Po mos të harrojmë që kjo të dikush ndodhë në mënyrë dramatike. Ne njerëzit dëshirojmë ndërru tjertë. Exakt. Çka është njerëzore, por në fakt mund ka mësu kjo rrugë që mos e hargjo energjinë kotë, si thush, edhe me aprish vetës disponimin, madje edhe lumturin, për shkak se dikush nuk është të ndryshu. Ti dëshira, nuk po thëmë që s'ka nevoj me dëshiru që dikush mu ndryshu për mirë, po mos e bën peng të lumturis këtë. Në kuptimin që tashti me prit sa të ndryshon aj, pastaj me qenu një lumtur. Kjo mendoj që është një mençuri e jetës, që mendoj që nga të dikush mund me zgjat me vite me kuptu. Me pranu, se dikush mund me kuptu, po me pranu. Në realisht me pranu që ashtu është. Edhe mendoj që ja vlen me kalu edhe në përveshtërsi. Mendoj që një njeri që s'ka kalu në përveshtërsi, nuk e di sa e çmon jetën. Çdo jetë ka vlerë. Nuk mundet me ta marrë vlerën dikush tjetër kush. Mendoj që kjo është shumë e rëndësishme. Njerëzit mendojnë, çka po mendoj ai tjetri ose ajo tjetra, aq vlej. Jo. Ti vlen pa marrë parasysh çka mendon ai tjetri atë çka jo. Edhe këtu feja ndihmon jashtëzakonisht shumë, kuptimin që të kthen me pa veten me sytë e Zotit, jo me sytë e njerëzve. Sytë e njerëzve gjithmonë do të jenë të papërsosun. Do të ketë interes, do të ketë anej, do me thonë, kemi nevojë më mësu me pa veten me sytë e Zotit. Me sytë e Zotit gjithmonë shet mirë. Edhe e shet potencialin tonë. Jo vetëm çka ki gabu, çka s'ki gabu, ose cila dobësiti i ketë, a i shet dhe ato, Zoti, jo që i mbyllë sytë, a mo ta shet dhe mundësin tonë se çka mund me bo ti me jetën tonë.